vitin 2023, krimet kibernetike në Shqipëri shënuan një rritje shqetësuese me 765 raste të raportuara zyrtarisht. Por ajo që e bën më alarmante situatën është fakti se vetëm 54% e këtyre rasteve janë zbardhur nga autoritetet, sipas Ervina Gjanës, drejtore e hetimeve të krimeve kibernetike në Policinë e Shtetit. Një nga trendet më shqetësuese janë përndjekjet në rrjetet sociale, të cilat po rriten me ritme të frikshme. Autorët fshihen pas adresave false duke e bërë gati të pamundur ndjekjen e tyre. Një rast konkret që ilustron nivelin e sofistikimit të këtyre krimeve përfshin 3 shtetas rumun, të cilët përmes një skeme të mirë organizuar arritën të përfitonin rreth 40 milion lekë të vjetra nga disa bankomate në vend. Policia po punon për të forcuar strukturat teknike dhe burimet njerëzore përballë kësaj vale të re kriminale që nuk njeh kufi fizik, por ndërkohë qytetarët mbeten të ekspozuar përballë një armiku që vepron në hije nëpërmjet ekranit, thuhet në bilancin e Instat. Dosja e rrëmbimit dhe zhdukjes së Young Prengës ka hyrë në një fazë të re pasi SPA ka paraqitur prova të reja në seancën e apelit të GKK-s ndaj Festim Veçdilit. Provat konsistojnë në transkriptet bisedave të përgjuara në aplikacionin e enkriptuar SKECC mes dritarit Xhepit Altin Hajrit dhe Gentian Funiqit. Këto komunikime u siguruan nga SPA përmes letërporosive me vendet partnere gjatë muajit prill. Sipas hetimeve, dritari Xhepi, i cili u ekstradua drejt vendit ton pasi ishte i burgosur në Ekuador, dhe Gentian Funiqi me precedent penal në fushën e narkotikëve, në fund të muajit dhjetor 2019 kanë urdhëruar rrëmbimin e Young Prengës me banim në Kamës. Urdhri dyshohet se u dha pasi Astrid Prenga, vllai i viktimës, vodi një sasi kokaine në portin Portsmouth të Anglisë që u përkiste atyre e cila ishte importuar nga Ekuadori në Angli. Ky rrëmbim është urdhëruar prej tyre me qëllim që Astriti dhe personat e tjerë të kthenin lëndën narkotike. Avokati i Veçdilit kërkoi kohë për të shqyrtuar provat e reja, ndaj gjykata vendosi që seanca radhës të zhvillohet më datë 13 maj. Veçdili është i vetmi i dënuar deri tani pasi kopshtari i kompleksit sipas hetuesve nuk tregon vendin ku është dërguar trupi i Prengës. SPAK dyshon se Veçdili ka dieni ku është fshehur apo asgjësuar trupi i Young Prengës, por ai e ka mohuar një gjë të tillë. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar rrëzon kërkesën e Fran Marashit për të dalë nga regjimi i posaçëm 41 bis, ku ai ndodhet që nga 13 dhjetori 2024. Marashi i dënuar me burgim të përjetshëm për masakrën e urës vejgërore më 17 qershor 97, u vran 4 policë dhe u plagosën 6 të tjerë, kërkoi të kundërshtonte urdhrin numër 620 të Ministrit të Drejtësisë që e vendoste atë në këtë regjim të rrep. Megjithatë, gjykata e posaçme vendosi të mos e pranojë kërkesën duke e konsideruar atë të paraqitur jashtë afatit ligjor. Mëngjesin e 27 prillit në lagjen Hajro Çakërrit Vlorës, 58 vjeçari Renato Hoxha u ekzekutua me 4 plumba, 2 në kokë e 2 në trup pranë banesës së tij. Autori i maskuar me kapele dhe shall u largua në këmbë nga vendngjarja duke përdorur një shteg të errët pa kamera sigurie. Bashkëjetuesja e Hoxhait dëgjoi të shtënat, por mendoi se ishin fishek zjarre kur doli e gjeti trupin e tij pa jetë dhe njoftoi policinë. Sipas saj, Hoxha ishte i divorcuar, babai i 2 fëmijëve dhe nuk kishte konflikte të njohura. Policia ndërkohë ka ndaluar në Tiranë shtetasin Erlis Mehmeti, i cili dyshohet se ka ndihmuar autorin e vrasjes duke i vënë në dispozicion automjetin e tij me targat vjedhura. Hetuesit po shqyrtojnë pistën e hakmarrjes për konflikte të mëparshme, ndërsa dyshohet se autori është larguar drejt Greqisë. Partia Demokratike ka dorëzuar në SPAK një kallëzim për Tërmet Peçin, ish kryebashkiaku i Tepelenës, aktualisht kandidat për Partinë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës. Sipas Partisë Demokratike bëhet fjalë për një aferë korruptive që shkon në 66 milion euro, duke bërë që këto para të shkojnë në një grusht njerëzish. Nga Partia Demokratike reagoi sot Arben Ristani, i cili theksoi se këto kasapana korruptive do të marrin fund më 11 maj, ndërsa dha edhe lajmin se ky kallëzim ka shkuar tashmë në SPAK. Tërmeti i partisë nuk mund të ishte ndryshe nga shokët e rilindjes. Me VKB-t posaçme i ka dhuruar motrës së tij mira metra katror tokë publike në fshatin e Xhin për ndërtimin e një agroturizmi dhe për financimin sigurisht i vjen në ndihmë shoqja tjetër rilindase Frida Krifca, me një financim në vlerën e 220.000 eurove me fondet e IPARD. Për thertorin dhe agroturizmin e motrës, Frida Krifca ka dhënë rreth 1 milion euro nga fondet të cilat duhet shkonin për fermerët. Kjo pra është thertoria korruptive në cilën Tërmeti i partisë i futi paratë e qytetarëve të Gjirokastrës, Tepelenës dhe Memaliajt. Kjo kasapan korruptive me paratë e shqiptarëve do të marrë fund më 11 maj. Sot në emër të Partisë Demokratike depozitova pranë SPAK-ut kallëzimin penal për këtë megavjedhje 5T, e cila ka lënë me gojë hapur edhe arkitektët e 5D-s dhe 5B-s, thot në reagimin e tij Ristani. Një nga dosjet më të bujshme penale të dekadës që ka tronditur sistemin e drejtësisë shqiptare është ajo që përfshin mafjen e pronave në Vlorë. Dosja e cila ka të bëjë me tjetërsime masive të pasurive është lënë në heshtje prej më shumë se 2 vitesh nga gjyqtarja Arbana Selmanaj, që dyshohet se ka favorizuar palën e akuzuar. Sipas burimeve të brendshme, Selmanaj ka ndërmarrë veprime të dyshimta si përjashtimi i viktimës nga procesi, duke nxjerrë jashtë loje të vetmin person që mund të zbardhte çështjen. Kjo ka ngritur alarmin për ndërhyrje direkte të grupeve kriminale në trupën gjyqësore dhe për një ndikim të thellë të mafjes në vendimarrje. Rasti i Vlorës është një tjetër sinjal i zymt që tregon se drejtësia në Shqipëri nuk është thjesht në krizë, por në një fazë kapjeje të plot nga interesat kriminale. Dosjet e mbajtura peng, vendimet e diskutueshme dhe një zinxhir favorizimesh ngren një domosdoshmëri të menjëhershme për një ndërhyrje të thellë reformuese në sistemin e drejtësisë.
Adnan Mahmuti, i njohur si pronari i platformës Tibo, është në qendër të një skandali të madh që përfshin mashtrime me miliona euro dhe pirateri mediatike. Pavarësisht dosjeve penale, sekuestrimeve dhe arrestimeve të mëparshme, aktiviteti i tij kriminal ka vazhduar pa pengesa të mëdha nga autoritetet. Mahmuti ka ndërtuar një rrjet të gjerë që përfshin kompani fantazm dhe lidhje me individ të dyshimt, duke i lejuar atij të shmang drejtësinë dhe të vazhdojë aktivitetet e tij të paligjshme. Platforma Tibo është akuzuar për transmetime të paligjshme dhe shkelje të drejtave të autorit, duke sjellë pasoja të mëdha për industrinë mediatike. Përkundër këtyre akuzave serioze, Mahmuti ka arritur të shmang dëshkimin, duke ngritur pyetje mbi efektivitetin e sistemit të drejtësisë dhe përfshirjen e mundshme të zyrtarëve të korruptuar në mbrojtjen e tij. Rasti i tij është bërë simbol i sfidës ndaj ligjit dhe nevojës për reforma të thella në sistemin gjyqësor. Në deklaratën e fundit nga samiti i Partisë Popullore Europiane, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha theksoi se gjithë bota pret fitoren e Partisë Demokratike, duke besuar se në ndrejtimin e kësaj force politike anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të bëhet realitet. Ai shton se vetëm Partia Demokratike është në gjendje të realizojë këtë objektiv të rëndësishëm për vendin. Berisha theksoi se Shqipëria ka nevojë për një qeveri që respekton ligjin dhe garanton të drejtat e qytetarëve, duke shtuar se Partia Demokratike është e vetmja forcë politike që mund të sigurojë këtë. Ai gjithashtu kritikoi qeverinë aktuale për dështimin në përmbushjen e kushteve të Bashkimit Evropian dhe për mungesën e reformave të nevojshme. Deklarata e Berishës ka ngjallur reagime të ndryshme në skenën politike shqiptare, me disa që e shohin si një përpjekje për të rikthyer ndikimin e tij në politikë, ndërsa të tjerët e konsiderojnë si një thirrje për bashkim dhe përqendrim në objektivin e përbashkët të integrimit evropian. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar programin e ri Shqipëria Digjitale, duke theksuar rëndësinë e përfshirjes së të rinjve në këtë transformim teknologjik. Në një takim me të rinjt, Rama deklaroi se synimi është që të gjitha shkollat në vend të pajisen me laborator inteligjent, duke i dhënë mundësinë nxënësve të përfitojnë nga teknologjitë më të avancuara. Programi synon të përfshijë të rinjt në zhvillimin e aftësive digjitale, duke i përgatitur ata për tregun e punës së të ardhmes dhe për të kontribuar në zhvillimin ekonomik të vendit. Rama theksoi se investimi në teknologji dhe arsim është kyç për të ndërtuar një Shqipëri më të avancuar dhe konkurruese në rajon. Kjo më vjen në kuadër të përpjekjeve të qeverisë për të modernizuar sistemin arsimor dhe për të integruar teknologjinë në procesin mësimor, duke e bërë Shqipërinë një vend lider në rajon për shërbime digjitale. Në prag të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pranuar mbi 80.000 zarfe me vota të dërguara nga emigrantët shqiptar. Kjo shifër përfaqëson një rritje të ndjeshme të pjesëmarrjes së diasporës në procesin zgjedhor, duke theksuar rëndësinë e votës së tyre në përcaktimin e rezultatit përfundimtar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se procesi i pranimit dhe numërimit votave nga jashtë vendit po vjon me ritme të shpejta dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare. Pjesëmarrja e lartë e emigrantëve është parë si një sinjal i qartë i angazhimit të tyre në çështjet politike të vendit dhe dëshirës për të kontribuar në të ardhmen e Shqipërisë. Kjo pjesëmarrje e shtuar e diasporës pritet të ketë një ndikim të rëndësishëm në rezultatin e zgjedhjeve, veçanërisht në qarqet me numër të lartë votuesish nga jashtë vendit. Analistët politikë vlerësojnë se vota e emigrantëve mund të jetë vendimtare në disa zona elektorale, duke shtuar peshën e tyre në skenën politike shqiptare. Komisionerja për zgjerimin në Bashkimin Evropian Marta Kos ka dhënë një mesazh të qartë për Serbinë. Përparimi drejt antarësimit në BE është i pamundur pa reforma thella në drejtësi, liri mediatike dhe sistemin zgjedhor. Pas takimeve me kryeministrin e ri Gjuro Makut dhe presidentin Aleksandar Vučić në Beograd, Kos theksoi se kërkesat e BE-s përkojnë me ato të qytetarëve serb që protestojnë kundër korrupsionit dhe mungesës së transparencës. Protestat në Serbi u ndezën pas shembjes së çatisë së një stacioni treni në Novi Sad në nëntor, ku humbën jetën 16 persona. Ngjarja u lidh me korrupsionin në marrëveshjet infrastrukturore me Kinën. Dhe qytetarët kanë dalë në rrugë duke kërkuar drejtësi dhe reforma të thella. Kos u shpreh se BE është e gatshme të mbështesë Serbinë në rrugën e saj drejt integrimit, por theksoi se pa ndryshime të thella dhe të qëndrueshme, ky proces nuk mund të avancojë. Ajo gjithashtu planifikon të takojë përfaqësues të shoqërisë civile dhe studentë për të dëgjuar shqetësimet e tyre dhe për të diskutuar mbi reformat e nevojshme. Në samitin e 4 ndërqeveritar mes Italisë dhe Turqisë, zhvilluar në Romë datë 29 prill, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministra italiane Giorgia Meloni nënshkruan 11 marrëveshje bashkëpunimi, duke përfshirë sektorët e mbrojtjes, tregtisë dhe menaxhimit të migracionit. Italia konfirmoi mbështetjen për aspiratat e Turqisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë në çështjet rajonale dhe ndërkombëtare. Një nga pikat kyçe të samitit ishte bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes, ku u theksua partneriteti midis kompanisë turke Baker dhe asaj italiane Leonardo për prodhimin e dronëve. Ky bashkëpunim synon të forcojë kapacitetet mbrojtëse të dyja vendeve dhe të hap rrugë për projekte të tjera të përbashkëta në këtë fushë. Në fushën ekonomike, Italia dhe Turqia vendosën një objektiv të ri për fillimin e tregtisë dypalshe prej $40 miliardë, duke reflektuar një rritje të ndjeshme nga $30 miliardë të arritur më parë. Ky synim pasqyron përkushtimin e të dyja vendeve për të thelluar marrëdhëniet ekonomike dhe për të eksploruar mundësi të reja bashkëpunimi. Në përfundim të samitit, të dy liderët theksuan rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit të ngushtë në çështjet e sigurisë, menaxhimit të migracionit dhe zhvillimeve në rajon, duke nënvizuar rolin e rëndësishëm që luajnë Italia dhe Turqia në stabilitetin e Europës dhe më gjerë.
Kremlini ka bërë të qartë se paqja në Ukrainë nuk do të vijë aq shpejt sa dëshiron Washingtoni. Zëdhënësi Dmitri Peskov deklaroi se presidenti Vladimir Putin është i hapur për paqe dhe se po bëhet punë intensive për të arritur atë, por një zgjidhje nuk do të vijë aq shpejt sa pritet nga SHBA. Peskov theksoi se Rusia është e përkushtuar për të arritur objektivat e saj në Ukrainë dhe se çdo marrëveshje paqe duhet të reflektojë realitetin në terren dhe interesat strategjike të Moskës. Ai shtoi se presioni ndërkombëtar nuk do të ndryshojë qëndrimin e Rusisë dhe se çdo përpjekje për të imponuar kushte të njëanshme është e papranueshme. Kjo deklaratë vjen në një kohë kur tensionet mes Rusisë dhe Perëndimit janë në nivele të larta dhe përpjekjet për një zgjidhje diplomatike të konfliktit në Ukrainë kanë hasur në pengesa të shumta, ndërkohë SHBA dhe aleatët e saj vazhdojnë të mbështesin Ukrainën me ndihmë ushtarake dhe ekonomike duke kërkuar një zgjidhje të qëndrueshme dhe të drejtë për konfliktin. Në një tubim masiv në Pensilvani, Donald Trump shënoi 100 ditët e para si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me tone triumfatori dhe sulme ndaj mediave. Ai e quan këtë periudhë si jashtëzakonisht të suksesshme, ndërsa nuk nguron të akuzojë shtypin për përhapje të lajmeve të rreme dhe përpjekje për sabotimin e agjendës së tij. Trumpi drejtoi sot mesazhe të forta publikut dhe kundërshtarëve duke deklaruar: "Nuk keni parë asgjë ende", në një stil tipik të tij, me retorikë spektakolare dhe me premtimin për veprime edhe më tronditëse në muajt në vijim. Ndër arritjet që ai renditi ishin ringritja e ekonomisë, forcimi i kufive dhe reformat premtuara për shëndetësinë dhe taksat. Presidenti amerikan zgjodhi të mos marrë pjesë në darkën tradicionale të korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë, duke i quajtur ata armiq të popullit. Në vend të kësaj, ai preferoi entuziazmin e turmës që e broriste në një atmosferë që më shumë i ngjante një mitingu elektoral sesa një bilanci presidencial. Organizatorët e Eurovision 2025 kanë vendosur një rregullore të re që ndalon artistët dhe delegacionet të shfaqin flamujt komunitetit LGBTI, si edhe flamujt të tjerë jo kombëtar gjatë performancave dhe ngjarjeve zyrtare të konkursit. Sipas politikës së re, pjesëmarrësit lejohen të mbajnë vetëm flamurin zyrtar të vendit që përfaqësojnë në skenë në ceremoninë e hapjes në Green Room dhe në eventet e tjera zyrtare. Kjo masë ka ngjallur reagime të forta nga komuniteti LGBTI dhe mbështetësit e tij, të cilët e konsiderojnë këtë një hap prapa në përfshirjen dhe diversitetin që Eurovision ka promovuar ndër vite. Në veçantë ndalimi i flamujve të krenarisë është parë si një përpjekje për të shmangur mesazhet politike, por ka shkaktuar debat mbi kufizimin e shprehjes së identitetit personal. Ndërkohë publiku do të ketë më shumë liri në këtë aspekt.